Përshëndetje, unë jam Ömer Çoban. Unë kam punuar për rreth 8 vjet si pedagog në Fakultetin e Edukimit të Universitetit Trakya, Departamenti i Edukimit të Arteve të Bukura, Departamenti i Edukimit Muzikor. Unë jap mësim në lëndë të tilla si teoria dhe praktika e muzikës perëndimore, piano, harmonia dhe barazimi. Departamenti i Edukimit Muzikor u krijua në vitin 2007 dhe i pranon student e tij me një provim talenti që zhvillohet çdo vit. Mund të them që ne kemi një staf mësimor të ri dhe dinamik dhe prandaj komunikimi me studentëve tanë me ne është shumë i mirë. Ne jemi gjithashtu një seksion shumë aktiv sa i përket koncerteve dhe eventeve. Lëndët në programin e mësimdhënies së muzikës ndahen në 3, si lëndë të arsimit brenda fushës, lëndë të njohurive profesionale dhe lëndë të kulturës së përgjithshme. Unë mund t'ju jap si shembull të lëndëve të njohurive profesionale lëndë të tilla si hyrje në edukim dhe psikologji edukative. Për lëndët e edukimit në terren, unë mund të jap shembull lëndë të tilla si teoria dhe praktika e muzikës perëndimore, instrumenti individual, refreni, muzika tradicionale e artit turk. Së fundit, lëndët e kulturës së përgjithshme janë lëndë të tilla si gjuha turke, gjuha huaj, parimet dhe revolucionet e Ataturkut. Përveç këtyre, ka edhe lëndë zëdhore në të 3 fushat. Në departamentin tonë, ne kemi dhoma studimore për mësime për nevojat të ndryshme, si dhoma studimit të instrumenteve individuale dhe pianos, klasa e korit, orkestra dhe mësimet e muzikës së dhomës. Përveç këtyre, prania e sallave të konferencave dhe koncerteve në fakultetin tonë dhe një pjesë të ndryshme të mundësit tonë gjithashtu na lejojnë të zhvillojmë ngjarje dhe koncerte. Studentët tanë kanë mundësi të studiojnë jashtë me programet e shkëmbimit të studentëve Erasmus dhe Mevlana. Fakulteti ynë dhe studentët tanë marrin pjesë në shumë ngjarje, koncerte dhe konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare. Për shembull, Festivali i Koreve Polifonike Mersin Nevit Kodalı, Festivali i Korit të Universitetit Pamukkale dhe Pikja e Ditës së Republikës e organizuar nga Ambasada e Sofis në 29 tetor. Ashtu, si çdo mësues i diplomuar në Fakultetin e Edukimit, studentët tanë kur të diplomohen gjithashtu mund të punojnë në të gjitha institucionet e lidhura me Ministrinë e Arsimit Kombëtar. Përveç kësaj, ata mund të hapin qendra kursesh private në Ministrinë e Arsimit Kombëtar. Departamenti ynë pranon student me një provim të veçantë talentësh. Për këtë arsye, unë rekomandoj që të gjithë kandidatët të lexojnë me kujdes udhëzimet e provimeve të shpallura në faqen e internetit të Fakultetit të Edukimit rreth një muaj para provimit dhe të përqendrojnë studimet e tyre në këtë kontekst. Universiteti Trakya u ofron studentëve të tij një gamë të gjerë akomodimi. Përveç kësaj, ai gjithashtu ka një gamë të gjerë shoqërish studentore. Universiteti ynë mbështet aktivitetet e këtyre komuniteteve në çdo aspekt. Për më tepër, universiteti ynë, i cili ka qenë pioner i krijimit të shoqatës së universiteteve ballkanike, mbështet pjesëmarrjen e studentëve tanë në aktivitetet e mbajtura në këto vende. I uroj suksese të gjithë kandidatëve tanë për student që do të marrin pjesë në provimin tonë të talenteve të veçanta. Ju presim në departamentin